Klubi i futbollit Ferizaj është duke i zhvilluar përgatitjet e fundit në prag të sfidës shumë të rëndësishme kundër skuadrës së Kekut, derbit i cili do të zhvillohet këtë të diel në Ferizaj. Të dyja skuadrat janë në luftë të madhe për të hyrë në Superligë dhe kërkojnë fitore në këtë derbi të javës në Ligën e Parë. Trajneri i klubit të Ferizajt, Agran Selmani, u shpreh mjaft optimist, duke thënë se do t'i qasë ndeshjes me seriozitet maksimal, mirëpo gjithmonë duke respektuar ekipin e Kekut. Na pret të dilin në ndeshje kundërshtar drejt për drejt. Realisht ka epitetin e lojës derbi dhe në derbi zakonisht mund të ndodhin të trija rezultatet. Mirë, ne po përgatitemi dhe jemi të motivuar që të nxjerrim rezultat maksimal. Motivi të lojtarëve të klubit ton, klubit futbollistik Ferizaj, ekziston që nga fillimi i përgatitjeve edhe në sezonin timror edhe në start, dhe unë po mendoj se ky motiv i lartë është ajo që si sinonimi i ekipës dhe bartësi suksesive. Po ashtu, edhe njëri nga lojtarët kryesor të Ferizajt, Behar Bardhi, shpreson për rezultat pozitiv nga ndeshja e radhës. Për këtë ndeshje jena shumë të motivuar, si nga unë e kryesisë, ashtu edhe nga shtabi teknik, jena të përgatit maksimalisht për këtë ndeshje. Është një ndeshje që na janë një hap përpara për Superligë. Mendojmë që do të fitojmë. Ferizaj gjendet në vendin e dytë në tabelë, me pikë të barabarta me liderin Trepçën, ndërsa ekipi i Kekut renditet në vendin e tretë me 1 pikë më pak. Kjo ndeshje zhvillohet të dielën me fillim nga ora 14 në stadiumin e qytetit Ismet Shabani në Ferizaj.